Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka treguar edhe për periudhën ndërmjet tij edhe Isait alayhi salam. Hadithi të cilin e përmenda pak më përpara, që flet se si ai ka drejt më së shumti në Isa alayhi salam, në fund ka thonë lejse bejni o bejnehu nebi. Ndërmjet meje edhe Isait nuk ka pejgamber. Pra ndërmjet Musait dhe Isait janë 1500 vite. Ka shumë pejgamber. Ndërmjet Isait edhe Muhamedit alayhi salatu wassalam nuk ka pejgamber. Pse po them këtë? Për faktin se keni me lexu, kam njëra në për libra, në për literaturë, me lexu që disa prej dietarëve, duke u bazuar në disa argumente që në bazë të verifikimit nuk janë të sakta, kanë thonë se ka pas pejgamber ndërmjet Isait edhe Muhamedit alayhi salam. Ka qenë një njeri me emrin Khalid bin Sinan, që kinse është kon pejgamber, e vërteta, duke u referuar argumenteve, është se nuk ka pas pejgamber ndërmjet tyre. Pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wa laysa baini wa bainahu nabi, dhe ndërmjet meje dhe Isait nuk ka pejgamber. Dietarët kanë përmend periudhën se sa është ndërmjet Isait dhe sa është ndërmjet Muhamedit alayhi salam. Janë përmend mendime ndryshme. Njëri prej mendimeve që siç duket e ka dhe mbështetjen e dietarëve është mendimi i Selman Farisiut radhiyallahu anhu, i cili ka thonë se ndërmjet Isait dhe Muhamedit alayhi salam ka 600 vite. Ka 600 vite. Ibn Hajeri ka thonë që ky mendim me gjas është mendimi më i saktë.